Një i moshuar 74 vjeç, mëngjesin e kësaj të marte, i ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike, siç e konfirmon edhe policia e Vlorës. Në komunikatën e saj zyrtare për media, i moshuari është hedhur nga kati 6 i pallatit ku ai banonte. Mësohet se në momentin e ngjarjes ka qenë i vetëm në shtëpi, duke gjetur momentin për t'u vetë hedhur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10 të mëngjesit të kësaj të marte në lagjen 10 Koriku, pranë vendit të quajtur si ura e centrales. Për shkak të lartësisë së konsiderueshme, 74 vjeçari ka gjetur me njerë vdekjen. Kanë qenë banorët e zonës, ata të cilët kanë lajmëruar policinë e Vlorës dhe më pas ekipin e urgjencës, por për shkak se nuk mund t'i jepej ndihmë mjekësore në drejtim të vendit të ngjarjes, ka shkuar autoambulanca e morgut të qytetit për të transportuar trupin e pajet në drejtim të morgut. Policia ndërkohë krahas rrethimit të perimetrit të sigurisë ka nisur me njerë hetimet. Janë marrë disa prova në vendin e ngjarjes për të hequr çdo dyshim të mundshëm se mund të jenë nxitur apo shtyrë në momentet e fundit nga dikush që të hidhej nga pallati. Në komunikatën për media, policia pas marrjes së provave dhe kthyrjes së ekspertizës konfirmon se bazuar në prova eksakte edhe të pakundërshtueshme, kemi të bëjmë me një rast ku i moshuari është vetë hedhur nga pallati. Sipas burimeve brenda policisë së Vlorës, konfirmohet një tjetër detaj për ngjarjen e rëndë. Mësohet se shkaku pse e ka çuar 74 vjeçarin drejt vetë sakrifikimit ka qenë një problem shëndetësor tepër i rëndë, të cilin ai e vuante prej muajsh. Në këtë vendim ekstrem ka ndikuar edhe gjendja e rënduar psikologjike, duke nxitur 74 vjeçarin të vrasë veten. Rreth orës 11 të mesditës të kësaj të marte, trupi i pajet është transportuar në drejtim të morgut të qytetit.